Ministria e Financave miratoi më në fund edhe udhëzimin që rregullon në mënyrë të detajuar funksionimin e basteve sportive online, duke vendosur një sër masash që synojnë rritjen e transparencës, sigurinë financiare dhe mbrojtjen e konsumatorëve për ta bërë ligjin efektiv dhe funksional. Në thelb të këtij udhëzimi qëndron ndalimi kategorik i përdorimit të parave cash në çdo transaksion që lidhet me aktivitetin e basteve sportive online. Sipas rregullave të reja, të gjitha pagesat duhet të kryhen ekskluzivisht përmes sistemit bankar ose institucioneve financiare të licencuara, duke krijuar kështu një gjurmë të plotë dhe të verifikueshme të lëvizjeve monetare. Ky mekanizëm synon të minimizojë informalitetin dhe të parandalojë përdorimin e kësaj industrie për qëllime të pastrimit të parave. Një tjetër element kyç i udhëzimit është verifikimi i detyrueshëm i identitetit të lojtarëve. Operatorët do të jenë të detyruar të aplikojnë procedura të rrepta identifikimi, duke siguruar që çdo përdorues të jetë i regjistruar me të dhënat e sakta dhe të verifikuara. Kjo mas vjen si përgjigje ndaj shqetësimeve për aksesin e të miturve dhe përdorimin e identiteteve të rreme në platformat e basteve. Paralelisht, udhëzimi vendos detyrime të qarta për raportimin e çdo transaksioni të dyshim tek autoritetet përkatëse, duke lidhur drejt për drejt këtë sektor me mekanizmat kombëtar kundër pastrimit të parave dhe financimit të aktiviteteve të palishme. Operatorët që nuk respektojnë këto detyrime përballen me sanksione të rënda administrative e financiare deri në pezullim apo heqje licence. Lidhem tani me Endri Meksin për të diskutuar mbi këtë çështje që është shumë sensitive në raport me tregun e lojrave të fatit për shkak të efekteve që ai ka edhe në kontekstin financiar, edhe në kontekstin ligjor, por edhe në kontekstin social. Përshëndetje Meksi, faleminderit që rikthehesh në revista MCN. Përshëndetje Denis. Ne informuam publikun që pothuajse paketa ligjore për le të themi legalizimin e basteve sportive është gati. Mendon se mund të ketë pengesa të tjera dhe çfarë hapash duhet të ndërmerren tani që të përkthehet ligji në veprim? Pra, le të futemi në eficiencën konkrete të zbatimit ligjit për legalizimin e basteve sportive. Besoj ka mbetur një VGM gjithë që është trajton rastet e revokimit, pezullimit të licencave dhe kuadri ligjor që plotësuar. Që nga i moment i mbetet Komisioni i Licencave dhe AMLF-s të hapin garën. Pse po bëhet kështu si shkallë dhe nuk po bëhet paketë, për shembull, le të kalojnë në aktet në ligjore të gjitha në grup? Ka një lloj çuditshme, ka diçka të çuditshme në këtë histori. Kalon një akt në ligjor, pastaj një tjetër, pastaj një tjetër. Besoj thjesht rutinë e ligjvënësit, pra e stafet Ministrisë Financave që merret me këto gjëra. Nuk shoh ndonjë arsye më shumë. Okej, botërori u mbyll si le të themi si event pa bastet legale, se ilegale të vazhdojnë masivisht. Po ke një parashikim kur mund ligjit veproj dhe të futet në fuqi legalizimi i basteve, duke patur parasysh edhe këtë marzhin e kohës kur do bëhet ky akti i fundit në ligjor? Po nuk besoj se kapim dot as shtatorin e 2026-s. Kështu që mendoj që licencat e para mund nisin veprimtarinë për fillim vitit 2027 nëse do arrijnë. Okej. Pash që në aktin ligjor që parashikonte çështjen e pagesave, kishte disa kushtëzime ku mendoj se nuk e di sa do të jenë të afta dhe do jetë me fjalë në vullnetin apo ato humorin e kompanive për të patur lojtarët që duhet deklarojnë gjithçka, identitetin, mund ta pengoj kjo aktivitetin, pra mund t'i stepi kjo kompanitë e basteve? Duke patur parasysh. Jo, nuk besoj se do i stepi. Po pse? Janë thjesht detajet e reja për të mësuar, kaq. Po zakonisht Siç kanë mësuar të jetojnë në të zezë, në bashkëpunim me shefat e policisë, në bashkëpunim me detorët e qarqeve, në bashkëpunim me gjithë kriminalet e territorit, nuk shoh ndonjë vështirësi bashkëpunim me 2-3 avokat apo 2-3 kompania IT apo sistemet e pagesave për të përshtatur për një skenar të ri të lishëm. Nga pikpamja e balancës humbjeve dhe fitimit, i bie më mirë të bashkëpunosh me studiot ligjore dhe avokatët se sa me drejtorët e policisë për pagesa dhe shpenzime? Si është ky raporti?
refuzoj të përgjigjem. Okej, më the bërë edhe qikë dhe si batut, po ti ma the aq shumë normale këtë pjesën e bashkëpunimit me drejtorë policisë dhe shefa krime që kështu, sa që thash okej, po që ka deti kos fut ke lugën edhe merke sa duash dhe thash mos ke një informacion më detajuar. Okej, natyrisht që unë bisedova sot në program me Sajmir Koreshin, ai është deputeti i Partisë Demokratike në Komisionin e Ligjeve. Njëri nga zërat që ka ngritur me shumë shqetësim problematikat që ka Komisioni i Prokurimeve Publike me antarët e tij dhe natyrisht implikimet e akshit. Sigurisht ne jemi në vigjilje pak ditë para garës që duhet ndodh për rifreskimin ose ripërdëritjen e këtij komisioni, ku edhe zoti Koreshi tha se njëri prej antarëve, i cili është paraqitur në SPAK, praktikisht Kreshnik Tërnova, kishte paraqitur një dokument për cilin unë e pyeta specifikisht zotin Koreshi nëse e ke parë që ishte një dokument real, pra fizikisht e pe çfarë shkruaj, apo jo, tha, vetëm thjesht na e tregojnë në komision. Ke ndonjë informacion në lidhje më të detajuar për çështjet e hetimeve që po ndodhin me Komisionin e Prokurimeve Publike? Nuk kam asnjë informacion të ri, përveç se që me burimet tona na rezulton që të paktën 2 nga antarët aktual janë në procedim penal të regjistruar, por gjithashtu nga një dosje e tretë rezulton se edhe një antare e tretë, por që ndjen intime nuk ka aplikuar për riemërim për njëtin post dhe ajo shumë shpejt mund të jetë e regjistruar në procedim penal. Po kjo praktikisht si Anila Mata në të rast. E kuptova. Që kur the kjo, kuptova se është antarja vetme e komisionit, zonjë, kështu që është e kuptueshme që është. Praktikisht atëherë me 2 prej antarëve në përballje me hetime, se nuk po themi, duhet prezumojmë pafajësinë deri në fund fare. A është kjo garë e kompromentuar që në nisje dhe nuk e di se si... As pak jo, janë 31 antarë, 31 persona që kanë aplikuar për këto poste. Kështu që Jo, kur them është kjo garë kompromentuar, zoti Koreshi kishte parasysh gjithmonë ta mbajmë në të njëjtën linjë, pra duke patur parasysh referencat që zoti Koreshi që këta janë njerëzit që i shërbejnë partisë dhe vendimarrjeve të ndryshme që i interesojnë partisë, tha ai, kështu që natyrisht këta kanë një lloj privilegji në raport me të tjerë në garë duke paragjykuar garën në këtë rast. Se po të kemi një garë drejt, natyrisht që është ajo që thoni ju, 32 kandidat ka plot për të zgjedhur aty. Po nëse zoti Myzyri shkoi nga KPP-ja kryetar i blerjeve të përqendruara, duket sikur gjithçka rrotullohet po tek njëjtat emra. Unë nuk e di nga e gjen zoti Koreshi atë analizë, ndoshta nga refleksi si deputeti i opozitës për gjykuar në ato termat që çdo gjë e bën pushteti, por nuk mendoj. Te rasti i zotit Fiorent Zguro, zotit Tërnova dhe zonjës Malaj, që janë shumë të ndryshme mes tyre për aq rrethana sa ne kemi për momentin, nuk shoh interes të pushtetit në tërësi. Shoh interes privat të disa personave të cilët janë përfshirë. Nëse ti do të thuash që pengmarrja e zotit Meçe ishte interesi i pushtetit, okay, por nuk më rezulton kështu Denis. Rasti i zotit Zguro nuk e di cili është për cilin është procedim penal, nuk kemi asnjë konfirmim, kështu që nuk mund ta them me bindje. Te rasti i zotit Tërnova janë disa çështje, është një tender i 5 majit zona e rindërtimit. Te rasti i zonjës Malaj, ajo është për një aferë të vjetër ku ka qenë antare KVO-je në 2014-15. Kështu që janë raste shumë të ndryshme dhe nuk shoh asgjë kundi interes të pushtetit për t'i mbrojtur. Pra nuk e ndaj qëndrimin e zotit Koreshi. Në lidhje me ato që thua ti, riemërimi e zotit Myzyri, për zotin Myzyri, prokurori i çështjes në SPAK ka kërkuar pushimin e çështjes. Siç e dim, gjykata e posaçme nuk e ka pranuar për momentin dhe ka kërkuar zgjerimet e hetimeve dhe marrjen e një eksperti të procedurave të prokurimeve publike për ta dhënë një raport teknik. Kështu që për momentin emërimi i tij në postin e drejtorit të OPP-s nuk më bën një përshtypje, sepse nuk është një post që kërkon mungesën e të regjistruarit në një procedim penal. Ndërsa pozicionet e antarëve të KPP-s e kanë qartësisht shprehur në ligj që nuk mund të jenë në procedim penal.
Jo vetëm kaq, por nuk flasim këtu për garën e rizjedhjes, tu flasim edhe për kapacitetet e tyre për të vazhduar si antar në atë institucion të rëndësishëm. Qartë. Ligji parashikon që Kuvendi i Shqipërisë në momentin që këta zotërinj janë në procedim penal, ka detyrimin t'i pezullojë. Unë në fakt e pyeta zotin Koreshi edhe për diçka tjetër. Juve jeni institucioni themeltar në rastin konkret, jo vetëm për KPP-n, po në tërësinë e organizimit të hierarkisë institucionale ose piramidës së organizimit të shtetit, që keni në dorë kontrollin, llogaridhënien dhe natyrisht edhe votën, siç është rasti i antarëve të KPP-s. Sa fuqi keni si opozitë për të ndërmarrë hapa që të bëhet një proces sa më transparent dhe sa më i përgjegjshëm në raport me përtëritjen e antarëve të komisionit të KPP-s, dhe ai tha që ne si opozitë nuk është se kemi një fuqi politike për të ndërmarrë përveç zërit që mund ngrem ose denoncimeve që mund kemi, pasi mazhoranca ka fuqinë e saj, dhe kjo do duket në fakt edhe në emërimet e radhës, ku besoj lobimet do kenë atë fuqinë e tyre në këtë lojë. Kam përshtypje se nuk është se po ndodh për herë të parë, ndodh zakonisht kjo historia e lobimeve. Pyetja ime që ta mbyllim të çështjen e KPP-s, sa mundësi shikon nga këta antarë që janë sot antarë të KPP-s të vazhdojnë karrierën e tyre përveç zotit Gjergji, që është ende në detyrë për shkak të afateve të tjera që ka në skadim të afatit, të mandatit? Do rikthehem te ajo pika e zotit Koreshi që ti thua, që ai ka thënë që nuk kemi pushtet. Nuk është e vërtetë. Zoti Koreshi dhe ndoshta të tjerë deputet të opozitës, si dhe të pozitës, nuk e njohin ligjin në detaje, sepse ata kanë të drejtë kërkojnë pezullimin e antarëve dhe mund ta kishin kërkuar me kohë. E parashikon ligji në 28.3. Nëse nuk e njohin, është tjetër çështje pastaj. Nëse e njohin dhe nuk kanë aplikuar me paragjykimin që Kuvendi nuk do t'i plotësojë dëshirën, është gabimi i tyre. Spaku po ja plotëson dëshirat. Pra, ti thua që mund të ketë edhe mosnjohje, po mund të ketë edhe mosdëshirë për ta ndërmarrë këtë iniciativë, pra mund të ketë përputhje interesash aty? Nuk them mosdëshirë, nuk them jo, absolutisht jo as konflikt interesi. Them një dorëzim të tyrin në lojën e detajeve ligjore, që është shumë e lodhshme në fakt, që ti dish të tëra, ti ndikësh të tëra, kërkon burime njerëzore, kërkon nerva të forta, por ai ka aplikuar për deputet, as ti as unë. Qartë. Ata në fakt, sepse nuk është vetëm zoti Koreshi në këtë rast, është gjithë. Me qenë zoti Koreshi është shprehur. Jo. Zoti Koreshi madje është më kurajozët që ka Partia Demokratike dhe në Kuvend dhe jashtë Kuvendit, mendo se janë të tjerët. Po, qartë, ja vura në duke edhe unë këtë edhe e komplimentova për individualitetin që ka ndryshe nga pjesa tjetër e Partisë Demokratike, për cilën i thash shumë kauza, por rishkasi nuk e di në mënyrë të vetëdijshme apo jo, por kjo është çështje juaj politike. Unë tha nuk kam marrë asnjë autorizim për çfarë flas apo jo, e bëj nga vetja, por kjo është një histori tjetër. Kalojmë pak te një temë shumë e rëndësishme, SPAK ka bërë një nga goditet më të forta këtë javë, dhe nuk duhet merrem me Arubën sepse janë marrë shumë televizionet dhe gjithçka tjetër, por duhet merrem me një element të rëndësishëm, me një aktor të rëndësishëm siç është Orest Sota, i cili në fakt varion në dy enë komunikuese për mua, dhe besoj që edhe për SPAK-un duhet jenë në vëmendje, nga Aruba, pra nga grupi strukturuar kriminal i Arubës tek Akshi. Dhe një perifrazim që kishte në hetime ndërmjet tjera ishte fakti që Orest Sota ofronte informacione të rëndësishme për grupin, për aksionet policisë apo operacione hetimore, dhe besoj se këto, sipas instiktit tim, kjo është gjithmonë hipotetike, i vinin për shkak të lidhjeve të tij me Ergys Agasin, pra informacioneve që posedonte nga ana tjetër grupi i Akshit, Agasi dhe Orest Sota. A mendon se kemi një ndërveprim dhe një urë komunikuese midis këtyre dy strukturave kriminale në rastin konkret me veprime dhe qëllime të ndryshme në objekt? E pa qartë nga dosjet që kemi, Denis, nuk rezulton qartësi. Kështu që do doja mos shpreheshim kot për aq kohë sa si kemi lexuar akoma të tëra dhe nuk i njohim detaje. Njëra nga dosjet është 875 faqe, ne kemi rreth 170, kështu që mungojnë shumë element për të kuptuar qartësi çfarë ka ndodhur, faktet që dihen.
bon sensi të bën të mendosh që padyshim këta njerëz të pushtetshëm dhe të përfshirë në të tilla aktivitete në qarta si të jashtëligjshme, po edhe në të tjera procedura ligjore, aplikime, dosjesh, tenderash, lejesh, e gjitha me radhë, padyshim që mes tyre janë njohur dhe kanë biseduar, por nuk është korrekte mendoj që ti përfshim gjithë bashkë edhe të mendojmë që meqenëse njihen kanë bërë çdo gjë së bashku. Kështu që është e paqartë. Okej, natyrisht që kjo çështja e hetimeve që po kryen SPAK-u ka krijuar edhe dyshimet e veta. Për shembull, vjen një moment që përmenden disa emra dhe kur vjen puna tek dyshimi se ka dhe eksponent të qeverisë në takimin e Arubës, thuhet e të tjerë. Pra ka qenë X, Y, Y dhe Z, identifikime direkte. Kur vjen puna tek hapja ose si më thënë transparenca edhe përfaqësuesit e qeverisë, thuhet e të tjerë. A beson se SPAK po rezervohet apo po kryen një proces, le të themi, me drithije në këtë rast për të mos dëmtuar qeverinë? Jo, nuk e them të gjën. Pse? Të ndjesi kam. Nuk shoh tek këto dosjet që po dalin që kanë një tentativë për mbrojtje dikujt. Sali Berisha tha Damian Gjiknurit që ke qenë ti, tha, në parlament. Damian Gjiknuri ka mohuar në komunikim me MCN. E kemi pyetur dhe ka mohuar. Kështu që unë qëndroj versionit të Damian Gjiknurit në të rast, për aq kohë sa zoti Berisha nuk jep në një provë. Jo, zoti Berisha kishte sfidën kryesore me zën B, ishte çike çuditshme dhe qesharake, po gjithsesi folklori politik i Berishës nuk është të surprizon, por nganjëherë zoti Berisha gjen edhe mënyra të tjera për të presionuar, për të shkuar tek e vërteta dhe Denis, ta përmbledh të formë. Okay. Në këto 10-15 vitet e fundit nuk ka patur kur disponueshmëri për publikun për kaq fakte sa ka sot. Sa ka këto vitin e fundit, po them. Nuk po them vetëm 3 javët e fundit, nuk po them 6 muajt e fundit, po them 3 vitin e fundit. Okay. E nisëm këtë vit që nga momenti i arrestimit të zotit Veliaj me dyshime të mëdha për mënyrën se si do operonte SPAK-u. Nisëm të dëgjonim thashë theme pafund mbi të tërë logjikën e fakteve që SPAK-u do zgjedhë disa njerëz mos t'i godasi, zoti Veliaj nuk do goditet sepse ka Sorosin nga pas, shikoj pak foton me Alex Soros, shiko sa afërin, shiko sa bukurian. Zoti Rama nuk ka një foto të tillë me zotin Alex. Ku e diun çast na kanë dëgjuar veshët. Komisioni Xhafaj, do bëhet Qameti, Berisha do mbledhi votat. Gjithë të broçkulla për një vit thjesht na kanë bërë veshët brim. Tani, ja ku jemi, në xhirin e 3 javësh të fundit janë goditur njerëz shumë të përshtatshëm. Publiku disponon informacione shumë të gjëra dhe unë nuk e shoh ku është këtu kjo veprimtaria e SPAK-ut e dyshimit. Ndoshta ka element që mungojnë, e kemi bërë të bisedë bashkë dhe më përpara, byrum, merr letër, laps dhe shkruaj SPAK-ut dhe pyeti. Kur të mos përgjigjen për diçka, bëje lajm. Jam dakord, por që të thuash që SPAK-u nuk po operon ose ndoshta dikë po mbron, më duket e tepërt. Ne s'kemi arritur të lexojmë akoma 50 faqet e para dhe vrasim mendin çfarë mungon te faqja 374. Jo. Kur të mbrim dhe e mendojmë atje. Kjo është një qasje. Qasja tjetër është, nëse thua në Aruba ka qenë sipas përgjimeve të Sky Enkro, Endri Meksi, Denis Dyrnjaja, Filan Fisteku dhe të tjerë, tani kjo gjëja këtu Pse nuk mban këtë qendrim ti për atë zotrinë e Rai 3? Ai zotria e Rai 3 i dika këto gjëra nuk i thot. Policia spanjolle i dika nuk i thot. Policia belge i di dhe nuk i thot. Pra të gjithë ta palët e treta i din, nuk i thon, fajin e ka prap SPAK-u. Lere të mua becë shkot. Jo. Nuk çon gjë fundi, më kupton? Unë nuk e le se pyetja ime, shiko, Meksi ne duhet dyshojmë që të shkojmë te e vërteta, po t'i lëmë gjërat me lëre si bëjmë dot. Unë nuk po them që nuk kemi dyshime. Unë kam vetë një 3 thas me dyshime në kokën time, po s'ka lidhje. SPAK të ka dhënë materiale sa duhesh. Çfarë të them tani unë? Ti ke njerëzit më me pushtet në Shqipëri që radhazi po dalin në afera nga më të habitshmet. E nisem me zotin Sota. Ne kemi trajtuar gjithmonë si një bashkëpunëtor në sektorin e betonit, sektorin e kleringut të godinave. Po ndërtimit, po. Me Ergysa Gasin apo me tjerë ndërtues dhe po të del porositës
kokaine. Tani, gjëra që para një javë 2 ditë, sa i bie pak a shumë 9 ditësh, ne nuk i dinim. Okej. As i kishim folë ndonjëherë në asnjë lloj bote thaqëthemesh, dhe diti shumë mirë që ky tregu ynë ka shumë thaqëtheme, dhe ne vdesim, ti trajtojmë të gjithë emrat e përveçshëm, e ti lakojmë me orë të tëra, dhe ne nuk kishim asnjë dieni për këtë gjë. Po surprizisht. E kemi ndjekur bashkë, ti ke qenë dieni, se ke qenë me mua kur kemi bërë shkresa për të, deri te marrëdhënia e tij me zotin Agim Zeqo, kishim dieni që ishte marrëdhënie lishme dhe korrekte biznesi. Kështu që po dalin rrethana të reja, shumë të habitshme, dhe kjo është fal në fund fare punës së SPAK-ut. E kemi thënë nuk është fal punës së AIF-s me zotin Koçi, nuk është fal punës kadastrës me tetor konsekutiv që ka pasur, madje kadastra del aq pis në këto afera, sa nuk di çfarë të them më për kadastrën. Më fal, a mund ta sqarojmë çik për publikun këtë çështjen e kadastrës, pse del keq kadastra këtu? Po kadastra përdorej si element i shtetit në përdorim privatëve për të çekuar nëse disa persona që kishin X prona ishin apo jo në procedim penal. Pra në pamundësi vetë këta persona për të ditur nëse janë procedim penal, përdorin kadastrën e cila ka ca mekanizma kur bën ca regjistrime zërash në ato regjistrat e pronave, ku nëse jenë procedim penal, këto veprime nuk kryen dot. A merrni informacion nëpërmjet kadastrës, jo në mënyrë tjetër, pra kapni një linjë komplet të ndryshme. Interesante. Dhe kjo ka ndodhur përgjatë gjithë kohës apo për një periudhë kohe? Si është kjo historia? Pra nuk e di referencën kohore. Mendova se mos ke informacion. Dyshimet janë për gjithë kohën, Denis. Pra është përdorur kadastra në mënyrë permanente. Po nuk ka ndonjë çudi këtu, është kod ta bitemi. Rëndësi ka që po dalin detajet faktuara, pra nuk i themin më në kuadër të faqethemeve. Qartë. Perceptimi që këta njerëz të fuqishëm kanë kapur struktura nga më të ndryshme të shtetit, ka qenë gjithmonë. Unë nuk jam te ata që them që ka kapur shtetin. E them përsëri me forcë që nuk kanë kapur shtetin. Nuk kanë kapur as kryeministrin, as SPAK-un. Dhe ftoj që çdo bisedë për çdo që kanë kapur të bëhet në kuadër të dhënave që dalin zyrtare. Po. Në të kundërtën ne vetëm bëjmë favor këtyre personave, duke i lidhur me çdo kënd që na pjell truri dhe fantazia jonë. Po mirë, në kuadër dyshimesh jo, po spekulimesh aq më shumë jo. Sepse spekulon kur ke aty materiale sa duash. Dakor. Po tani kur kryeministri thotë unë nuk të riqem nga projekti i Zvërnecit, i cili është vendos në Aruba, dhe këtu tani unë s'mund ta lej kryeministrin pa përgjigje. Jo, nuk më rezulton. Nuk më rezulton që projekti i Zvërnecit është vendosur në Aruba, dhe me projektin e Zvërnecit e kam thënë disa herë, jam dhe unë që të vazhdoj të bëhet. Çfarë të them tani? Po mirë, në rregull. Kam qenë në Aruba. Që të vazhdosh të mendosh që duhet bëhet është diçka subjektive. Njëri mendon që duhet, tjetri mendon që s'duhet. Njëri do flamingo, tjetri do resortin. Këtu nuk kemi diskutime të karakterit ligjor. Ne po flasim tani që një grup i strukturuar kriminal mblidhet diku, mirë se pas kanë vendosur në Aruba e pas kanë vendosur në Sevilla të Spanjës. Ç'si ka vendi? E rëndësishme është që këta personazhe të dyshuar gjithmonë, që jemi korrekt, nëpërmjet aktivitetet të palishme, kanë padur buxhete të mëdha financiare dhe këto kanë dashur ti investojnë ku në Shqipëri, në çfarë zona, në zonat virgjëra, si nëpërmjet resorteve apo fshatrave turistik që i quajmë ne ato kolibet e betonit që ngre Zamir Mane edhe gjithë tjerët që kopjuan Zamirin, edhe shiten pastaj tek individ dhe në fakt ky territor në rasti kur është publik, se privati e bën çfarë dojë, po ky territor publik që disponohet nga shteti dhe i jepet si investitor strategjik, nuk përdoret për këtë gjë, se po e thash dhe në program. Në qoftë se Turqia ka bërë një zonë të tërë me hotele, ato prodhojnë dhe gjenerojnë për ekonominë e vendit industrinë turistike. Po një vilë që i shitet një individi se bën si investitor strategjik Denisi, Endri, apo Zamir Mane, apo Shefqet Kastrati, këtu nuk jemi më në kuadër të investimit strategjik, këtu jemi në kuadër të qylit me qeverin në raport me konfidencën që kemi me kryeministrin. Duhen thënë sa gjëra si që janë, apo jo? Ti the shumë gjëra rjesht, kështu që unë do përpiqem ti mbaj mend edhe të fokusohem në përgjigje. Së pari, Turqia e ka më kollaj, sepse në Turqi nuk falsifikohet dot osmanistja. Në Turqi nuk ka debat mbi autorsinë e pronave të stërgjyshit,
se ka qenë nga koha e Turqisë, se ati ishin gjithmonë në kohën e Turqisë, që nga 1300-ta. Që Turqia ka ca favore. Ky debati intelektual mbi kujt i përket rjeshti i parë i rërës, ku nis prana private, ku mbaron, është muhabet që do doja ta shmangja sepse është pothuajse edhe çik filozofik se sa është konkret ligjor. Kështu që e lejm Turqisë, se nuk besoj se në Turqi ato resortet janë bërë gjithë në prana private, e para. E dyta, mos ngatron rastin e Sazanit me rastin e Zvërnecit. Në Zvërnec ka një pronë të regjistruar në një emër, po hetohet nga SPAK, talent vazhdoi dhe deri atë moment nuk kemi debat mbi pjesë shtetërore apo private, sepse ajo është regjistruar në një emër. Elim SPAK-un vendosi në fund të hetimeve se kujt i takon nëse do ndahet aty apo në tjetër instancë të gjyqësorit shqiptar. Pjesa e oligarkëve, nuk mendoj se shitsi i byrektorës Ela Gjahime, ai ku kanë bërë fotot në stilin e Lul Bashës, ishte kandidat për të ndërtuar në Zvërnec apo në Sazan dhe i ranë qaf dikush që nuk hapi gara aty. Kështu që edhe kjo pjesa pse do jenë ca njerëz të pushtetshëm është muhabet kot. Pjesa e përfshirjes së parave të çunave të drogës. Kjo po luftohet nga shteti. SPAK po e lufton dhe nuk shoh ndonjë arsye për të pasur. Kryeministri nuk e shqetëson kjo gjë tani? Se SPAK-u po lufton, dakor. Kryeministri është prokurori i SPAK-ut. Po jo, kryeministri është njeriu që drejton qeverinë tani, si do pranojë që të injektojnë. Jo më nxitonin shpejt. Po jo më ta hapi për gjithë, më ta pranoj për gjithë. Edhe për një po jo më o ta kthejmë të shtet, Ka pranoj për gjithë, se kuptova pyetjen. Ta pranoj për gjithë, pra edhe për mua që shes 2 gram kokain, edhe për këta që shesin 2 ton kokain. Pra o bëjmë i shtet me investim nga lëndët narkotike, po jo ca sjellin 150 milionë euro i fusin për fuqi dhe i groposin, ca tjerë shkojnë bëjnë burg për 4 gram kokain. Pra këtu nuk shkon një gjë. Tu po ngataron prapë Anitia, çështjet e SPAK-ut me çështjet e policisë. Jo, hiqe SPAK-un, po flas për qeverinë, për konceptin dhe vizionin qeverisës. E ka policia të punës zotëri. Tërkohës arreston ata që thuhet ti spashatorët. Tani çdo ti arrestojmë sa ta, ja po arrestojmë. Edhe ka me Quintal po arrestohen pra. Meksi, edhe një herë. Tani po flasim për resortet, Në 3 javë ke 50 emra. Është SPAK-u, është tjetër institucion. SPAK-u, ishte shtetit është pra. Po jo pra tani, ne po flasim për vullnetin politik qeverisë. Vullneti politik u shpreh me krimin e SPAK-ut, çfarë do merret çdo javë me atë punë. Po lezi muhabet kot tani ky. Jo, s'është muhabet kot ky, që Ergyll Sagasi rinte me kryeministrin s'është muhabet kot. Jo, nuk di ti kanë parë ndonjëherë bashkë që rinin bashkë që ta them të gjën. Po e ka thënë kryeministri vetë, mo. S'ka vetë të Ore thot ai ky amun thot ai del publik dhe thot fjala e këtij është fjala ime, më shumë se sa kaq. Është version i kot, ky jam me mua, ke plot të ftuar të tjerë me cilën ta ndihmë. Jo, unë po them timen, po them opinionin tim, nuk po kërkoj të thuash atë që them unë. Dakor, po në rregull, nuk thash që mos ta thuash, dhe nuk po them pse e the. Okay. Po them tjetër gjë, po them në qendrimin tim, unë jam përpjekur tërkohës në qendrimet e mia, ta bëj në shumës, të ndaj përgjegjësitë sa më saktë të mundur. Ergyll Sagasi është një person që kemi trajtuar shumë herë, mban përgjegjësitë e tija. Unë nuk kam parë në asnjë nga aktet që deri sot kam në letër përgjegjësi më lartë se sa vetë zoti Agasi. Vetmi rast që kam denoncuar dhe i kam bërë dhe aktet shkresore, pavarësisht se e di që ka shumë persona që nuk e besojnë, ka të bëjë me Ministrinë e Financave, po dhe aty nuk kam akuzuar që Ergyll Sagasi ka ndërhyrë detyrimisht në rangjet e larta të vendimarrjes Ministrisë Financave. Kam thënë Ministria e Financave, mendoj unë, ka lojën e tij zotërisë. Dhe për këtë gjë kam bërë letrat përkatëse me Ministrinë e Financave që në janar, i kam çuar dhe në SPAK ato informacionet që kisha dhe kaq. Nuk kam ndërmend të përmend asnjë emër tjetër sepse nuk di asnjë emër tjetër. Nuk më rezulton asnjë lidhje tjetër e zotit Agasi me njerëz të tjerë aty. Për zonjën Karcanaj e kemi thënë, për zotin Emar Beqiri e kemi thënë, unë ndaloj këtu. Nuk shoh tjera lidhje. Të tjerë janë ta që theme, zoti Berisha mund t'i bëj sa doj në detyrën e tij kryetari të opozitës, por unë nuk mendoj prapë që ai ndihmon asnjë kauzë të opozitës dhe asnjë kauzë në tërësi të shqiptarëve, qoftë të atyre protestuesve atje në Tiranë që tani janë bërë sa 22 ditë, 21 ditë sapo bëhen, 22 sot, që janë reshtazi në protestë dhe nuk e di kë kauzë shërben përveç se dizinformimin dhe bërjes lëmsh të palëve sa më shumë të mundur.
pa aftësinë e zotit Berisha për të luftuar në territorin politik zotin Rama, nuk kam lëmend ta bëj unë në studion e MCNTV-s, duke u marrë me gjëra saqethemesh. Për momentin kemi një sër materiale serioze, një sër gjurmë dokumentesh që s'pa ka hetuar. Propozimi im, patëm sa më përket mua, është merremi me këto dokumenta, ndjekim këto dokumenta dhe dali ku dali. Nëse do dalin emra të tjerë më lart, përfshihen. Për të bërë një paralele në sensin po vi kundrejt qëndrimit tënd, ti mund të më thoje përse zotin Koçi të AIF-s ti nuk rezervohesh Endri ta përmendësh. Sa i ka detyrë funksionale atë gjë Denis. AIF-ja vetëm atë detyrë ka. AIF-ja nuk është institucion politik që ka dhe role politike. AIF-ja ngrihet në mëngjes, ngryset në darkë dhe merret në pasinë e baraz dhe nuk është marrë. Nuk është marrë me bankat, nuk është marrë me noteret, nuk është marrë me të tëra ato institucione të dyta dytësore që kanë detyrimin për të kallëzuar lëvizjet e dyshimta. Nëse SPAK ka një mori lëvizjes që ka identifikuar, AIF-ja ka zero. Që në të sens me AIF-n, jemi marrë me policinë përsëri duke bërë shumë kujdes për emrat, sepse policia është e provuar tashmë nga dosjet e SPAK që ka qenë e përfshirë në punët e dyshimta, si në Bastet, si në rastin e pengmarrjes zotit Shima e në tjera raste. Që ka sens kritikimi që ne i bëjmë edhe publik policisë shtetit, me shpresë pikërisht që ajo të ndryshojë. Unë nuk kam dërmend të emërohem, unë Endri Meksi nuk kam dërmend të kandidoj ndonjëherë për drejtorin e policisë së Shqipërisë. Pra nuk e bëj për arsye personale se kam një karrierë të tillë për të bërë. Interes. Unë po e bëj si person i medias dhe i biznesit, me që disponojmë në këtë moment materiale mjaftueshëm për të ngritur zërin. Jam i qartë që ata protestuesit atje në qendër kanë tjetër këndvështrim, ata duan thjesht të ulërasin mërzitjen e tyre, le ta bëjnë. Unë i kam mbështetur ata, nuk kam thënë që kanë gabim. Thjesht gjykojnë që nuk janë efektiv. Me zotin Berisha ndahem, jam shumë i bindur që nga data 11 dhjetor pasdite e 1990-s, ai ka tjera qëllime. Po këto nuk janë akuza që unë po i bëj atij, unë thjesht leximi që i bëj atij dhe unë nuk ndaj mënyrën e tij të operuarit. Ai vazhdon thotë Aruba është fiksuar aty. Janë 100 dokumenta te SPAK-u që citohen, atij nuk i intereson asnjë për tyre. Te dosja akshit janë 100 emra, ai fiksohet me një emër që do na i tërkohës. Le ta bëjmë është dita vetë. Mirë, ajo është zgjedhje politike që bën ai pastaj me suksesin ose dështimin e vet. Po prandaj është aty në pozita i Denis, pra zgjedhje politike që ka bërë. Po mbasi pëlqen që është në opozitë mo. Prandaj unë të rast mbështes zhvillimin e Zvërnecit, sepse jam i qëndrimit që zoti Rama është shumë më i përshtatshëm se zoti Berisha në atë pozicion që mban sot, kryeministrit, sepse gjykoj që është shumë i qartë. Pavarësisht se kjo do duket shumë kontradiktore me shumë nga lajmet që ne bëjmë, po nuk i lexoj ashtu. Ne lajmet i bëjmë për të qenë kritik sa atë pun ka media. Përpiqemi të jemi sa më shumë kritik. Nga ana tjetër, zhvillimi i Shqipërisë, qoftë dhe në prona që unë nuk kam asnjë lidhje, pra nuk kam në interes privat. Si jam as në kontraktor, si jam as pronar toke, s'kam asnjë lidhje aty, ja. S'kam asnjë lloj interesi timin, as kam qenë ndonjëherë në atë zonë, as nuk e kam shkel me këmbë, as nuk e njoh që të them që është plazh i bukur, plazh i mirë. Vetëm kam bërë shakara për prezencën e flamingove, si në Aruba, si në Zvërnet, kaq. Por gjykoj që zhvillimi i Shqipërisë duhet vazhdojë, kuptohet në kuadrin e ligjit, sundimit të ligjit. Dhe fatmirësisht në këtë moment që po jetojmë, në këtë periudhë kemi një rritje të rolit të SPAK-ut në këtë sens dhe shpresoj do sjellë në një efekt rokad edhe në ndërgjegjësimin e këtyre aktorëve të dyshimit, që nuk duhet t'i bëjmë kaq sikur çfarë janë të këqij. Një nga gjërat që do të thoja kur ti bëre atë nisjen tënde të gjatë me shumë pyetje ishte që the këta i sjellin te kjo tokë Virgjë lekët. Duhet t'i falenderosh Denis se mund t'i mbanin në Ekuador dhe ndoshta do ndojnë mendje. Ndoshta do t'i mbajnë në Ekuador edhe si vjen, do i sjellin tu. Po ta legalizojmë pra. E ky vend i çmendur. Jo, një sekond. Një sekond. Virgjërin. Sekond. Shtaret duan to para. Jo, sekond. Objeksion. Një sekond. Me punët e emigrantëve tanë. A më ne të prallë tani se dim shumë mirë. Jo. Nuk është prallë fare kjo. Nuk është prallë fare. Jo. Shqipëria ka pasur shumë probleme nga infiltrimi në ekonomi i paraspistët, po ka pas dhe shumë benefite. E lejmë ligjin të bëjë punën. Po mos bëjmë hipokrit atëre.
Po unë e kam thënë të kohës. Jo. Atëherë, ose Rama flet me standardet e ligjit, ose të thot, ky është një vend i hapur, parajs fiskale, le të sillin legët gjithë kriminalët e botës dhe të investojnë këtu, të bëjnë hotele, villa, rrugë, ura, ski, jet ski, ku dëgjon, çfarë duan të bëjnë? Bëjnë flota ajrore private. Po tani, një sekond, tani edhe bën sikur do të hyjë në Bashkimin Evropian me standarde. Edhe kthej nga krahu tjetër flirton me paranë informale, kjo gjë nuk shkon. Tani, o do i legalizojmë bastet, ose do i lëm informale. Me këtë do bëjmë, me ligjin apo me antiligjin? Se të dyja nuk shkojnë. Të përgjigjem? Përgjigju. Në këndvështrimin tim, SPAK në një krah, Zoti Rama në një krah dhe tërë qeveria bashkë me të, po nxisin vetëm sundimin e ligjit. Te rasti basta që ti përmende, aktet në ligjore gati janë mbyllur. Çfarë do të them të unë? Me që ka të zezë, jo, pra se kap gjysmën e gotës. Përgjigjen tani, se më the përgjigju. Dakor, po jo me gjysmën. Dakord jam, ka pas vonesa, po i nxisim, po bëjmë çfarë mundemi për të denoncuar vonesat, kaq, çfarë do bëjmë? Do bëjmë. Hajde kandidojmë të dy bashkë, zgjedhjet që do vinë për deputet, fitojmë në zgjedhjet dhe po pse s'del një herë kryeministri në parlament dhe thot, neve kemi 2 vjet që kemi miratuar këtë ligj. Paraja informale është këtu, kërkojmë ndjes që policia e shtetit është implikuar këtu, se janë raste të denoncuara. Pse s'del kryeministri të marrë përgjegjësi për këtë? Se nuk janë pak lek që deformojnë tregun, apo jo? Po përmend këtë me që folën për këtë, po ka dhe raste tjera, edhe të ndërtimi. Ka sa duash ndërtues, duan të jenë korrekt, më duan të bëjnë atë pallati me lejen e vet normale. Ata janë të fundit në radhë për të marrë një leje ose me pamundësira të mëdha për të arritur deri te ajo leja. Dhe kur e marrin duket sikur kanë marrë botën. Ndërkohë që dikush tjetër e merr me një herë resortin, ne dim shumë mirë që njerëz pa asnjë lloj identiteti me 100.000 lekë hap një kompani në QKB, pas nesër del investitor strategjik, apo s'është kështu? Si kryeministri nuk i di këto? Në rregull, nëse bëjmë politikën e verbërisë me informalitet, këtu jam dakord, po ta pranojmë, po jo të bëjmë sikur se kemi. Këtë po them. Të përgjigjem? Dakord? Po ta bëj paralelen me rastin e bastave, që e njoh çik më mirë. Ai projekt ligji që u bë ligj në 2024 është relativisht kompleks. Siç është ligji i prokurimeve publike. Dhe në këtë sallë bashkë, në këtë studio, unë kam lavdruar zotin Meçe, i cili arriti të kishte kapacitete shumë më të mira se që kishte MCN-ja që unë drejtoj vetë, megjithëse e quaj që kemi bërë shumë rritje këto vite në kapacitetet njerëzore, por përsëri zoti Meçe ishte shumë përpara nesh për të replikuar kokë më kokë me KPP-n. Për të kthyer te bastet, për të bërë njëjtën paralele, ka shumë njerëz nga tereni që unë njoh, që janë shumë pak kënaqur me atë projekt, sepse i quajnë që është kompleks. Dhe intervista jonë sot nisi me udhëzimin e fundit të Ministrisë Financave, ku ti the që a do jetë një pengesë. Dhe unë thash që jo. Nuk gjykoj që është një pengesë. Këto ligjet, edhe nëse duken komplekse, kur ju do po e them me zë të trash, fjalë trash, këtyre biznesmenëve, si e gjejnë këta rrugën për të bërë dosje nga 1300 flet, 1500 flet. Kur nuk e bëjnë dot, sepse humbin kohë me sa të theme rrugëve, humbin kohë duke dëgjuar shefa rajonesh, njerëz të tij që thonë, nuk të bëhet, se ka vullnet kundra, ka folë filani me fistekun, e kanë mbyll në Aruba, e kanë mbyll në Mirdit, e kanë mbyll tu atje në Nikël, pralla, ja thënë vetes tyre, kënaqen, joshen, duan të rinë ku janë me lekët që bëjnë në të zezë dhe ja ka fajin qeveria, po lere se të janë marzira. Të ulin mbyllën aty, mësojnë dosjet, punësojnë avokat, punësojnë IT të zot, bëjnë sistemet siç duhen, nesër të konkurrojnë në garë. Ligji do vazhdoj përpara, gara do bëhet, do ketë 3 a 5 licenca, nuk e di fare sa do jenë, A1 vetëm, nuk ka pikë rëndësie, dhe Dorin do shajnë 7 vjet rresht atë tipin e licencës. Ai e mori se ka qenë te ai takimi. Vazhdojmë këto prallat e tyre. Njëtat prallat që unë gjej për dëntime për tëra procedurat ku marr pjesë. Procedurat që unë humb, s'mi qua njëri mua. Kur humb, unë jam askushi. Më takon të humb. Kur fitoj kam një shok diku në ICEP që e ka bërë ai për mua punën. Ato orët që mua më shkërdet nëna këtu në studio, këtu me juve, edhe në zyrë duke punuar, ato orët nuk më qua njëri mua. Kështu që mos i shif ashtu ata biznesmenët se nuk është korrekte. Prandaj thash që nuk do të jemi hipokrit. Dhe gjykojmë që këto parat e pista asnjë si ka dashur,
i kanë dashur të gjithë shqiptarët, nga i parit e i fundit, por do të jemi po aq serioz ta themi që në rrugtimin ton si komb, jo detyrimisht drejt BE-s në sensin politik të artikuluar nga Partia Socialiste apo nga vetë Zoti Berisha, sa si nuk të kunda BE-s, por realisht në një udhtim më të mirë ku ne zhvillohemi si komb, në këtë rrugtim drejt ligjit, her pas here ligji do funksionojë. Në këtë rast po funksionon. Bravo, them unë kaq, lëre me kaq, shumë mirë. Hajde si media të trajtojmë çështjet që i përkasin këtyre dosjeve dhe mos kalojmë në spekulime tjera, mos të lidhim pikat si duam ne. Kur të dalin përgjegjësi të reja të njerëzve më pushtetshëm, na e lër kohës të tregojmë që do jemi të zot për t'i trajtuar. Mos të shkojmë sot në përfundim që sikur ne detyrimisht nuk do t'i ndjekim. Sepse unë gjykoj që do t'i ndjekim, sepse këtë publiku po i ndjek, janë një sër portale që po i ndjekin, ka shumë tjera që nuk po i ndjekin, puna atyre, vendimarrja atyre, mos merremi as me atë, ne po i ndjekim. Por duhet mendoj që ka ardhur momenti të jemi më të pjekur në mënyrën se si trajtojmë këtë çështje. Dakor? Pastimi paras është një proces që ndodh, lufta ndaj tij është një tjetër proces që ndodh, që e bën shteti. Shteti e bën me instanca ndryshme. Këtë moment kemi një instancë më të fortë që SPAK-u që po e bën, e le me kaq prap insistoj te kjo pikë. Dhe mos themi pse s'është bërë deri dje, se nuk ka asnjë vlerë. Kur të dalin rrethana konkrete me shkresa ku dikush më i pushtetshëm ka ndërhyrë për të sabotuar, hajde ta trajtojmë. Deri më sot nuk kemi asnjë tillë, kemi perceptime nga biseda të caktuara, të lexuara jashtë kontekstit, të nxjerra totalisht nga konteksti ku ne duam bëjmë pjesë çdo kënd. Unë them që konkluzionet dolën, si sot zoti Rakipi. Nuk morëm gjëna. Ta ngacmove pak fibrën e nervit për të patur këtë reakcionin e fundit, që ishte me goxha... E kishe me klanti? E kisha me qëllim, po, e kisha me qëllim. Po mirë, pse vetëm tjerët do bëjnë intriga. Do bëjnë dhe nene intrigë televizive. Okej, Meksi, faleminderit shumë për kohën edhe prezencën, shihemi javës tjetër me tema të reja.